Unë nuk mendoj që do ketë paqe. Por? Unë mendoj që do ketë armpushim. Thjesht armpushimi 30 ditor që është arritur? Jo, mund të jetë edhe më afatgjatë, do ketë armpushim. Pra, nëse shohim historinë e Rusisë, Rusia me Japoninë nuk kanë bërë kurrë paqe. Nuk kanë shkruar kurrë një traktat paqe. Jemi si ne me Greqinë. Apo ne kemi formalisht krejt atë ligjin e luftës e ke fjalë? Nuk kemi nënshkruar ndonjëherë paqen me Greqinë. Po mirë, dakord, po formalisht është pra aty. Edhe unë mendoj që rusët nuk do nënshkruajnë kurrë paqe me Ukrainën. Thjesht ata do nënshkruajnë një marrëveshje të madhe me SBA-n. Që pjesa e Ukrainës do jetë vetëm 5%. Marrëveshja e madhe do kemi të bëjmë me menaxhimin e hemisferës veriore, me dritrat, me naftën, gazin, me dollarin, me detin arktik, me kufizimin e armëve bërthamore, me mosndërtimin e raketave e nëndeceve me të pajisura me energji dhe raketa bërthamore. Pra, do kemi të bëjmë me një jalë të dytë, kësaj radhe globale, jo vetëm për Evropë, në të cilën pjesa e Ukrainës është vetëm 5%. Pra, ne do kemi një ndërprerje të luftës në Ukrainë, një ngrirje të antarësimit të Ukrainës në NATO, pra nuk do ketë antarësim të Ukrainës në NATO, por do ketë antarësim të përshpejtuar nëse Evropa do të dojë të Ukrainës në BE. Dhe pjesa e Ukrainës lindore, ku ndodhen edhe mineralet e rralla, do të menaxhohet nga kompanitë amerikane. Pra, do të menaxhohet nga financa amerikane, nga industritë amerikane, edhe me paratë e sauditëve. Pra, duhet ta shohim en blok gjërën, pra nuk mund ta shohim dot të izoluar. Vetëm kështu mund ta kuptojmë. Nëse shkojmë historisë, ne do të shohim që në kohën e pavarësisë Amerikës nga Evropa, nga Britania në atë kohë, Rusia është bërë me Amerikën. Në luftën e dytë botërore, Bashkimi Sovjetik u bë me Amerikën, pra ishin herë e dytë që ishin aleat, edhe atëherë sepse kishin problem me shtetin më të fortë të Evropës që ishte Gjermania. Dhe kjo është herë e tretë që këta po bëjnë aleancë me njëri. Dhe gjithmonë kanë bërë aleancë për gjëra të mëdha. Pra nuk është një proces i ngurtë i ditës, nuk flitet për Ukrainën. Ukraina është pjesa më e vogël e kësaj marrëveshje. Flitet për menaxhimin e botës. Zelenskin do ja dalë në afat shkurtër Trump ta mënjanoj, mund të kemi zgjedhje të reja? Në momentin që u bën disa bisedime me opozitën ukrainase, po nuk u arrit gjë. Momentin që përfundon lufta atje ka zgjedhje dhe unë e shoh të vështirë që Zelenski të fitojë prapë. Pra është ajo që thot Trump, nuk ka popularitet. S'është puna, domethënë, ki parasysh që ai nuk ka fituar luftën edhe e ka të pamundur. Por edhe sikur të fitonte luftën, të kujtohet Churchilli, fitoi luftën po humbi zgjedhjet. Njerëzit janë lodhur nga lufta. Zelenski erdhi në pushtet me premtimin që do të bënte paqe, nuk do bënte luftë. Megjithatë kjo gjë iku, nuk është faji vetëm i Zelenskit, sepse aty Zelenski është i fundit në raport me përgjegjësitë që kanë marrë. Ndihen mirë tani, më mirë po themi Rusia, Putin, Kina, me Xi Jinpingun, e tjerë armiq po themi të perëndimit të SBA-ve, ndihen mirë tani me administratën Trump? Me Donald Trump? Jo, kjo është shumë e thjeshtuar nga ana juve. Jo, ky perceptim është, domethënë ka pasur disa vendime, disa qasje të administratës Trump që i konvenon për shembull. Po pse Putin, Kremlini e ka shprehur hapur që Geopolitika nuk shkon me ndihet më mirë tani me Geopolitika nuk shkon me pritshmëri, geopolitika shkon me fakte. Pra Rusia u ngrit se deri në 2003 çmimet e hidrokarburëve ishin shumë të ulta në botë. Rusia u ngrit kur amerikanët shkuan dhe morën Irakun. Në atë moment shpërthyen çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare, vajten deri në $200 për fuqi, nga $17. Ky është fillimi i fuqizimit të Rusisë. Pra, Rusia me një ekonomi të vogël, më të vogël, pra Rusia me një ekonomi sa Italia, arriti të pomponte dhe të fuste në arkat e veta ka shumë para to 20 vjet nga fillimi i luftës së Irakut e deri sot, gjithmonë për shkak të luftave. Pra nëse këta idiotët e Evropës nuk dorëzonin me
tash u quajturën pranverë arabe, liderët e botës arabe që furnizonin Evropën me gaz alternativ, siç ishte Libia apo Algjeria apo pra Tunizia apo Siria nuk ka pas gaz, por topra kanalet alternative. Ne s'do vareshim nga gazi rus. Pra sot ekonomia europiane varet nga lëndet e para të Rusisë. Drithat varen nga Rusia, nga portet ruse. Pra, le të themi të vërtetën që dikush duhet dalë dhe të bëjë një mea culpa në raport me çka ka ndodhur. Pra, nuk është se u forcu Rusia dhe ekonomia e Rusisë rastësisht. Edhe në këto 3 vite na premtuan që me sanksionet ekonomia ruse do falimentonte. Na u tha që rubla nuk ka më asnjë vlerë. Na u tha që rusët nuk arrin do të hajnë më bukë. Na u tha që Putini po vdes, na u tha që kjo po ndodh, na u tha që Rusia do shpërbëhet dhe s'ndodhi asgjë nga këto. Përkundrazi ndodhen të kundërtat. Pra, nëse erdhi Donald Trumpi në pushtet, si rrjedhoi aty 11% të inflacionit, do vinte Donald Trumpi në pushtet. Nuk është normale që në 5 vite e fundit bota të ketë kaluar nga pandemia deri te luftat. Po i provojmë gjitha sfidat e sigurisë. Dhe ajo që i mungon sot Evropës, se ne sot kemi një Evropë pa leadership politik, një Amerikë me leadership fort politik, një Rusi me leadership fort politik, një Kinë me leadership fort politik, një Indi me leadership fort politik, një Turqi me leadership fort politik, ku nuk ka leadership? Në Evropë. Po çdo thot leadership i fort politik? Ata njerëz që marrin vendime të forta. Prandaj unë të pyeta çfarë do jetë Evropa? Do vazhdoj të jetë kështu që çdo shtet është edhe Evropë edhe shtet sovran? Apo do jetë një shtet e bashkuar të Evropës? Dhe këtë vendimarrje se marrim dot fatkeqësisht ashtu nëse. Objektivat për Kanadan, për Groenlandën do t'i arrijë Donald Trump? Po mendoj që ka shumë thjesht. Ajo nuk është se ai do t'i pushtojë, ai do thjesht t'i ketë nën influencën e vet, në mënyrë që të bëj balancën me Rusinë për sa i përket Arktikut Polideriut. Bota sot rrezikohet nga një luftë e afërt, luftë me armë, them unë. Po shiko, nëse bota do bëj një luftë me armë, ajo do jetë me armë bërthamore. Pra, nuk do llogarisim atë që është lufta e tanishme, do llogarisim luftën mbrapa që do jetë me gurpës. Sepse Në vërtet. janë 6900 Ashtu i bie. 6900 armë bërthamore ka Rusia, edhe një 3000 ca i ka Amerika, 10000 armë bërthamore kanë vetëm këto dy fuqi të mëdha, pa llogaritur të tjerët. Pak më shumë Franca mos gaboj, Franca pak më ka pak një se këta. 250, po të Është ideja në vend të tretë pra apo? gjithë kanë potencial shkatrues. Po. Pra lufta termobërthamore nuk është kaq e thjeshtë sa që bëjmë. Aq më tepër armët e gjeneratës 5, 6 e tjerë që janë një saksi të Po pse ka më shumë mundësi të ndodh kjo? Pra, dy mundësi janë, o do ndodhi paqja, ajo për cilën po punon Donald Trumpi. Po pra, po pse vetëm opsioni bërthamor? Shiko, nga Dhe jo një luftë e tretë botërore, po themi me armë. nga viti 1944 deri në ditën që jetojmë, paqja në botë ka ruajtur armët bërthamore. Dhe ka ruajtur armët bërthamore pikërisht si armë detante, pra si kërcënimi, pra mos guxot merresh me mua, se unë çoj armët bërthamore dhe të shkatroj. Imagjinoj një luftë termobërthamore Rusi-Evropë. Pra, Franca godet një qytet rus, edhe rusët godasin një qytet që s'është Francë, po godasin Po mirë, reciprokisht Danimarkën, asnjëri shumë. nuk ka leverdi ta bëj këtë. Po tash imagjino, nuk thash që do ndodhë. Pra, të gjithë e dim forcën shkatruese dhe prandaj thash që paqen e kanë ruajtur armët bërthamore. Dhe një nga pikat, unë të përmenda përpara, që Trumpi dhe Putini po flasin, është reduktimi i armëve bërthamore. Pikërisht për shkak kërcënimit real që kanë. Prandaj jemi o një marrëveshje e madhe, o një luftë e madhe. Nuk ka shumë zgjidhje kjo. Po Amerika se ka shumë që thonë për Amerikën është në një moment decisiv. O shkatrohet bie. Nuk shkatrohet ringrihet fuqishëm. nuk shkatrohet dhe bie Amerika për shkak të Evropës. Evropa shumë e Jo, vogël. për shkak vendimeve të Nuk Donald shkatrohet. Trumpit. Donald Trumpi e ka orientuar se nuk është Donald Trumpi. Republikanët, ta thash që në vitet 60-70 kanë menduar gjithmonë interesat afatgjate të Amerikës janë në azilet e paqësor.
edhe Obama u tërhoq nga Ballkani dhe nga Evropa që të merren me azilin dhe paqësorë. Atëherë dukshëm kemi hyrë në rend të ri botror. Po hym drejt një rendi të ri botror. Thjesht Donald Trumpi është biznesmen dhe i thotë gjërat më shqeto. Po kjo punë ka filluar më përpara, ka filluar me Bushin, me Obamën, që Amerika është më orientuar dhe më e predispozuar për të marrë me azilin dhe paqësorin se atje është dhe ekonomia amerikane. Për kuriozitet, po shumë shkurtë se dua të shfrytëzoj kohën, doja mendimin tënd për atë që ndodhi në zyrën ovale mes Trumpit dhe Zelenskit. Po normale, se çfarë priset. Çfarë komenti ke ti? Gjëja më normale. Domethënë e trajtoi siç duhet Trumpi Po Zelenski. pse ç'do i thoshe? Tash ti po vjen këtu te unë, ke nevojë për mua, po më bën dhe leksione demokracie apo leksione force. Normale. Ti nuk ke, pra, e mënyra vetëm për të mbrojtur jam unë. Paratë e mia, të popullit tim dhe ushtarët e mi. Atëherë si vjen, me mend të kujt vjen, edhe më bën presion më shpit bardh. Që nga mënyra se si u vesh, vërtet Tito ka ndezur në shpit bardh puron në zyrën e presidentit të Amerikës. Por ishte një botë e ndarë në dy pjesë ku Tito përfaqësonte një grup vendesh komunista që ishin shkputur nga Bashkimi Sovjetik. Çfarë ka sot Ukraina që ti duhet Amerikës? Asgjë. Ki parasysh nëse unë ta thash që njeriu me më pak përgjegjësi në politikën amerikane është Zelenski. Për shkak se Ukraina ka një ka pas një administrim jashtëzakonisht keq nga pavarësia e saj në thënjëshin e deri në parë se të luftë. Me probleme të rënda korrupsioni, me oligarkë e tjerë, prandaj janë bërë ato revolucionet e famshme në Portokalli. Dhe domethënë ato gjëra që kanë ndodhur në Ukrainë rreth 20-25 vjet me protesta e tjerë nuk kanë ndodhur për të llogaritur nëse janë pro-rus ose anti-rus. Ukrainasit nuk kanë dashur të ndahen nga Bashkimi Sovjetik. Ka qenë Jelcini që ka thënë ikni ndauni, krijoni shtetin tuaj. Ato kanë ndodhur sepse ka pas një keq menaxhim të Ukrainës. Tani, me të drejtë ukrainasit thonë, po mirë, ne bëm gjithë të luftë, u shkatruam e tjerë. Do marrim në gjë apo jo? Dhe unë mendoj që ajo që i takon në fakt është një antarësim i shpejt në BE. Edhe çështja e rindërtimit, se çështja e rindërtimit do është shumë delikate. Ndaj unë mendoj që amerikanët kanë zgjedhur Arabinë Saudite si partner dhe Katarin për çështjen e rindërtimit të Ukrainës, sepse ata kanë cash flow. Qartë. Sepse është një vend shumë i madh, Ukraina është 2 herë Gjermania. Imagjino një vend sa 2 herë Gjermania që duhet rindërtuar sërish nga e para. Kuptoj. Infrastrukturë energjetike, infrastrukturë rrugore, kurrëdore, pallatet, industria, gjithë gjërat e tjera. Është normale.